Mirëmbrëma në Xhiro me Syçin nga unë Ilir Demalia. Sonte sigurisht do të flasim për zgjedhjet, se nuk ka bisedë tjetër sot derisa dali rezultati përfundimtar, i cili si shikohet është një analistë të ndryshëm që era fryn nga PS-ja, po kjo u bë furtunë, jo erë. Sipas rezultateve deri tanishme, Partia Socialiste ka 84 mandate dhe përshkon për mandatin e 85. Sonte do të kemi të ftuar një mik të vjetër dhe një nga themeluesit e Partisë Demokratike, ka qenë nënkryetari i Forumit Rinor, ka qenë zëvendës ministër i transporteve në një periudhë në vitet 90. Jo, kam qenë vitin 2000 në Ministrin e Transportit deri në 2006-2005. 2006, po kur ishte në ministër dhe sekretari, po, përzier, kam kapur 2-3 qeveri. Pra, është Eduard Prodani që 10 vjet e fundit më shumë njihet për futbollin se sa si njeri i politikës dhe i administratës, si analist dhe organizues i futbollit. Zoti Eduard Prodani, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në podcastin tim, dhe do ta fillojmë nga bisedat e vjetra që kemi dhënë këtu 25 vjet përpara kur ishte në Ministrinë e Punës. Vitet 90. Vitet 90. Dhe që atëherë tim bisedat private ishte pak kënaqur me zhvillimin e demokracisë. Sigurisht do të flasim për zgjedhjet, po kam një pyetje që e kam bërë shumë njerëzve, dhe bashkë kemi diskutuar herët këtë problem, po më shumë për shikuesit. Ju keni qenë nga themeluesit e Partisë Demokratike dhe keni qenë shumë shpejt një njeri që të paktën bisedat ngushta flisnit për se si po shkonte ajo parti, flas kur ishte 4 vjet e para që kur u nda Aleanca Demokratike. A mendoni se kjo parti e ka luajtur rolin e të djathtës në Shqipëri, dhe ajo që është më e rëndësishme se ju njohim për sport në 10 vjet e fundit, po jeni një analist shumë i mirë i ekonomisë edhe i zhvillimeve politike dhe jo vetëm Shqipëri. A mendoni se Partia Demokratike ka luajtur në një moment saj rolin e një partie djathtë kur kemi parasysh qëndrimin me pronët, ajo që ka u bë masakre e madhe me pronat publike dhe private ku u legalizuan ilegalet, qoftë në aspektin politik? Si e mendon? Asnjëherë, dhe kjo nuk është vetëm mendimi im. Unë kam dëgjuar eksponent njerëz që kanë dhënë kontribute shumë më të mëdha se unë në Partinë Demokratike, që janë më të brendshëm dhe në instancat më të larta të drejtuesve të kësaj, që thonë, nuk po i citoj se s'ka shumë, që thonë që maksimalisht ne kemi qenë një parti social-demokrate. Nga pikpamja e filozofisë qeverisë e të tjerë, sepse Partia Demokratike filloi me ligjin 7501 të tokës. Unë bile në ato kohë kam qenë aktiv në parti. Kjo ka filluar që përpara se Partia Demokratike të vinë në pushtet, teknikisht duhet të jetë miratuar se mund gaboj nga parlamenti mix, por atë proces e ka udhëhequr Partia Demokratike. Dhe ajo ishte shumë e qartë që kjo ishte një marrëveshje me dy palëve. Ai ishte një ligj që vetëm një ligj i djathtë nuk mund të quhej. Tash kjo terminologjia e djathtë e majtë në Shqipëri ka humbur çik edhe nocionet. Ne në fakt e kemi huazuar nga politika italiane. Ne dëgjonim atë përpara hapjes së Shqipërisë e djatha e majta në Itali, të cilët kishin sens të vërtet të majtës të djathtë, dhe ja u veshëm palve politike në Shqipëri, po në këndvështrimin tim unë kam pasur eksperjenca pune me të dy administratët, edhe të PD-s edhe të PS-s, më djathtë sillet në pushtet PS-ja se sa është sjellë në pushtet PS-ja se sa Partia Demokratike, të garantoj. Një nga treguesit kyç ose treguesit më të dukshëm të politikave, nëse politika e një qeverie e djathtë apo e majtë, janë fondet sociale, fondet PD-ja gjithmonë ka rritur, por se i ka shkurtuar, e thënë shkurt për të mos hyrë në hollësira. Kështu që nga shumë se kjo është një temë që mund të flitet gjatë, po nga shumë pikpamje Partia Demokratike ka pretenduar që është një parti e djathtë, i ka përdorur njerëzit që supozoheshin të ishin përfaqësues të së djathtës në Shqipëri. Ju jeni një njohës edhe historisë, jeni një djalë i edukuar, edhe ajo që keni ju, që ju
ju dallon nga tjerët të jeni njëri me kam tokë, një lloj babaxhani. Këtë nuk e them për të bërë qefin, por Faleminderit. në faktën nga njoja ime prej kaq vjetësh keni qenë gjithmonë një njeri që nuk keni mundur të paraqiteni që jam unë, por një njeri modest me një brëndësi shumë s'du ta përdor fjalën intelektuale se është abuzu shumë me këtë fjalë në Shqipëri, por desha të them, a mendoni ju se në Shqipëri, unë e kam opinionin tim edhe nga çka kam lexuar. Ja kam bërë këtë pyetje, po ja them dhe po ja bëj gjithë dhe ndoshta për herë të fundit, ja kam bërë Dashet, Bamirit, kush ka ardhur. A mendoni ju se duke pas parasysh se është zhvilluar djathta në botë, ne realisht kemi pas ndonjëherë të djathtë? Duke pas parasysh që vim nga një shoqëri feudale në komunizëm dhe pastaj në një demokraci. Kjo është pyetje komplekse dhe për hir të vërtetës na mungon tash së fundi kemi filluar të zbulojmë nëpërmjet emisioneve të ndryshme apo punimeve apo studimeve të ndryshme që janë bërë nga historian aspekte të caktuara të historisë tonë, të cilët ne nuk i dimë. Përgjithsisht nuk e njohim, kjo është faji i komunizmit, po gjërat që duhet ishin sqaruar më mirë pas 90-s, po që edhe pas 90-s më shumë u mbuluan dhe u shndruan në rrëmuj. Por unë për shembull jam çuditur shumë kur nga një nga këta ish eksponentët e ballit kombëtar kam dëgjuar që balli kombëtar është formuar si Parti Socialdemokrate. Dhe dekalogu i ballit ka reformën agrare si Partia Komuniste. Dhe shiko, Shqipëria ishte një vend shumë i varfër në fillim të shekullit, në momentet e pas pavarësisë. Dhe në atë kohë komunizmi, mos harroni, kishte fituar partia bolshevike në Rusi, dhe komunizmi ishte smundja e kohës. Jo në një vend të varfër si Shqipëria. Por në të gjithë vendet e mëdha perëndimore, frika në komunizëm ishte shumë e madhe. Po ta vësh edhe se ne kemi bërë në përshkolla e kemi studiuar shumë marksizëm dhe histori të marksizmit. Edhe manifesti i Partisë Komuniste fillon me fjalët një fantazme kuq që lëviz nëpër Evropë, diçka e tillë, se mund mos jemi saktë se ka 30 vjet që 40 vjet që e kemi studiuar. Pra, bëhet fjalë për fantazm. Pra, ishte një smundje e kohës, ishte një frym që po përhapi, sepse çfarë thuaj në këto gjëra që ne dim sot për ato lloj regjimesh që e quanin veten komuniste, nuk i dinin njerëzit atë, e dinin që është një vend që komunizmi është një regjim që i bën njerëzit të jetojnë mirë, të barabartë, utopia. Dhe në të vërtetë komunizmi ka lindur nga ideja e komunizmit ka lindur nga socialistët utopistë. Socialistët utopistë janë quajtur të tillë utopistë, Saint-Simon, Fourier, Owen kanë qenë janë 3-4 nga më të quajtur, të cilët pretendonin që do vi një moment ose duhet vi, shoqëria dhe ekonomia duhet zhvillohen në një nivel të tillë që njerëzit duhet punojnë sa kanë mundësi dhe duhet të marrin sa kanë nevojë. Dhe në fakt kjo po vjen. Por nuk po vjen me revolucione edhe me shkatërrim edhe me vrasje. Desha dal. Se e kaluami cikë. Komunizmi erdhi si rezultati një shfrytëzimi të kapitalizmit ose si mund ta quajmë një krizë në kapitalizëm. A jemi sot nuk po flas për Shqipërinë. Bota ka një lloj krize sot sistemit? Po, nuk është krizë. Unë nuk do të çështja e quajmë krizë apo se quajmë krizë, edhe mund ta quajmë krizë, se zakonisht momentet kur një sistem i caktuar social politik fillon dhe kërcet, nuk funksionon mirë. Po kemi parasysh edhe papa që sapo vdiq e tha këtë. Kjo mund të quhet krizë. Kjo mund të quhet krizë, por ka shumë të ngjarë që sistemi kapitalist unë nuk marr përsipër të bëj thjesht po bëjmë një konsiderat ose një analizë miqësore këtu, po këto janë gjëra që më takojnë njerëz me background shumë të zhvilluar. Plus mbi këto gjëra nuk bien dakord, edhe akademikët në nivel më të lartë po ti vështirë për plasë, po gjithë pranojnë që ka pak në Amerikë që ka një lloj krize. Unë do thosha që sistemi ka një lloj krize. Unë do thosha që kapitalizmi, shiko, gjithë historia e njerëzimit është evolucion dhe zëvendësim gradual i sistemeve social-politike nga njëri tjetri. Natyrisht që sistemi kapitalist bile ne në shkollë më thuaj që sistemi kapitalist do zëvendësohet nga socializmi, mua më shkoi një herë në mendje ta pyetëshëm po socializmi thoshin nga komunizmi. Dhe unë i thosha po komunizmi, po sepse në këtë logjik të çonte dialektika historike. Që vetëm thonë, shqyr zotit nuk e bëra pyetën se kush e di se ku do përfundonja. Po unë mendoj që rrethanat konkrete globalizmi ka ndryshuar disa karakteristika
bazike të shiko çfarë debati bëhet sot në Amerikë në lëvizjen MAGA. Ta kthejmë prodhimin mbrapa, është një lloj kthimi mbrapa. Zakonisht këto kërkesa ka dhe momente tjera historike në të kaluarën që pasi shoqëria ka bërë një lëvizje përpara, ka pas forca për ta kthyer mbrapa. Kur janë kthyer diçka mbrapa, kanë filluar pastaj kanë parë që është qesharake sepse nuk mund të kthehet mbrapa trendi. Kështu që globalizmi, bile nëse do të bëjmë një ata në marksizmin që mëson ne thuaj që imperializmi është faza e fundit e kapitalizmit. Imperializmi ata kuptonin një lloj hiç pjesën propagandistike, domethënë, po ata kuptonin një lloj krimi, një lloj ekonomie globale botërore që në fakt është. Dhe parantezë këtu, sepse ne këtu në Shqipëri kemi shumë njerëz që kanë komplekse të përmendin Marksin dhe se kanë frikë se i quajnë komunista gjë. Marksi është goxha i studiuar sot. Unë personalisht studiohet në gjithë universitetet ekonomike të Marksi ka bërë një analizë të shkëlqyer, por Marksi gaboi, për mua është kontradiktor, po marr guximin ta them dhe këtë fjalë sepse në momentin që Marksi parashikon që ose Marksi thot që ekonomia, shoqëria zhvillohet mbi ligje objektive, të cilat njerëzit mund të njohin, por nuk mund të ndryshojnë. Dhe pastaj thot që pastaj propozon që nga kapitalizmi në socializëm, në komunizëm të kalojmë me revolucion, pra me ndryshim. Pra bie sipas me në kontradikt me veten e vet. Bëhet ndërkohë që vetë ndryshimi, evolucioni i shoqërisë kapitaliste vjen në mënyrë natyrshme. Ne kemi sot, për shembull, më kujtohet në vitet 80, Enver Hoxha ishte shumë i nevrikosur, dhe në një fjalim doli edhe bërtiti më të madhe që ka ardhur puna, tha që edhe mbase fjalës si mbaj mend esencën, që edhe vendet nordike tha e quajnë veten socialist, sepse njëri nga ata, më duket kryeministri suedez, ata kishin arritur një nivel shumë të lartë zhvillimi atëherë. Kryeministri suedez kishte dalë, kishte bërë deklaratë që socialistë nuk janë ata për bllokun lindor, jemi ne, sepse ne kemi këto, japim këto përfitime, kemi këto politika për këto. Dhe ashtu ishte. Dhe ashtu është në fakt dhe sot. Ka mirëqenien më të lartë. Pas 90-s na ka qelluar të shkoj ta shoh, domethënë atje bëj fjalë për tamam për një shoqëri socialiste, e cila ne nuk e socializojmë, me një shoqëri ku njerëzit trajtoheshin aq mirë sa këtu nuk u arrit asnjëherë që të bëjnë. Janë diskutime po do të bisedojmë prapë, po me që jemi ke na mbajnë temë. Kjo nuk ishte pa dhe njerëzit kuptojnë se ne po nuk kuptuam se ku jemi, ose njeriu që refuzon të kuptoj se kjo nuk e kam për djathtë për të majt si konvencion, e kam të djathtë dhe të majt, domthon, ore prit, se mirë unë mund të kem një mendim të djathtë për familje. Kush është kjo parti që më përfaqëson? Dhe pastaj në historikun ton, trashëgimin ton, ne s'kemi pas të djathtë, se ata një vend i varfër edhe në 45-ën, Tirana ishte deri kjo te Dajti Ferra. Absolutisht, dhe unë kam edhe diçka, më lejo të dal pakës nga tema. Në vitet 90 në fillimi kemi diskutuar shumë këto gjëra. Që të sqaroj, backgroundi im është mix. Një pjesë e fisit ka qenë angazhuar me luftën, një pjesë ka qenë angazhuar me ballin. Bile ka njerëz të fisit tim që ka qenë eksponent të ballit. Tani ata që e njohin historinë i din shumë mirë dhe mbi emra. Tani unë desha nuk jam neutral nga nuk pretendoj që nuk marr anë, domethënë ose nuk kam komplekse inferioriteti nga e kaluara ose nga prerardhja e fisit, dhe do thosha këtë që ja u kam thënë shumë vetave në fillim të viteve 90 në ato diskutimet të sinqerta të pasta që bënim atëherë në PD, sepse kujtonim që gjithçka është ideale, që nuk rezultoi ashtu. I thosha që shiko, se të gjithë thoshin Enver Hoxha. Gjithë fajni alen me Enver Hoxha, thua se Enver Hoxha ishte alien edhe na e solli Amerika. Po çfarë ndodhi? Pse mori pushtetin Enver Hoxha? Sepse këtu nuk ishte një klasë politike të aftë që të binte njerëzit, pavarësisht ishte e vështirë sepse siç tham komunizmi ishte smundje e kohës, të binte njerëzit që komunizmi nuk është për Shqipërinë, që Shqipëria duhet të vdequr në këtë dhe në atë mënyrë, dhe rrethanat i kishin, por ata u treguan politikisht shumë të dobët. E humbën pushtetin
dhe pastaj kërkonin privilegjet në 90-ën. Kujdes, sepse kështu zhvillua shoqëria njerëzore. I forti historinë. Ai që merr me luftë bën ai që ligjin e bën e fortë. Enver Hoxha fitoi sepse gjeti dobësi shumë të madhe në klasën politike shqiptare. U morën me interesat e tyre private dhe nuk u morën me fatet e Shqipërisë. Tash ta themi sot. Ironia është se kështu po ndodhet sot. Ta themi sot ato belerët e agallarët e tregtarët i çefën qypat në Florinë nëpër tokë dhe nuk bën një rrugë. Nuk përveç asaj. Nuk bën një industri të lehtë, nuk bën një gjë, kupton? Edhe pastaj bonin sultanetet, ja si këto sot, si sot. Unë jam ngjan shumë situata. Unë jam nga ata që mendoj që Zogu, pavarësisht kritikave që mund të ketë për një veprim që ka bërë, Zogu ndërmori reformat zakonisht të pozitive të mira për Shqipërinë, pra e futi Shqipërinë në një rrugë zhvillimi pozitiv. Por me sa duket ky paternitet ose kjo mënyrë drejtimi autoritare me mbretë nuk krijoi rrethana që të zhvillojë një klasë politike, të zhvillojë debat politik ose vetë ai nuk e la që të zhvillojë. Megjithatë, elita, nëse ne themi flasim sot për elita se u hap tema komplet drejtim tjetër, po do ta them, pra, nëse ne flasim sot për elita, në kohën e Ahmet Zogut kishte megjithënë një elitë. Filloi të zhvillohej një elitë. Filloi të zhvillohej një elitë dhe kjo elitë ishte ajo elitë që kishte filluar që me pavarësinë, me klerin katolike, me klerik të tjerë, me intelektual që erdhen me mitat frashe, me kompanie, me fishta, me konica, dhe këtu du të vi ke një pikë që ta mbyllëm këtë bisedë. Sot kisha një bisedë në lidhje me historinë. Ne shqiptarë duhet mësojmë që historinë nuk duhet ta gjykojmë bardhëzi edhe nga pozitat sot. Absolutisht. Ne duhet ta gjykojmë kontekstin e kohës, me të mirat, me dobësitë, gjithë njerëzit që janë figurat, kështu është vetë jeta. Nëse ne do vazhdojmë prapë mas 35 vjetësh, komunistët, antikomunistët, ne do ngelemi në këtë grop zez dhe ja ku e kemi grop në zez. Jo vetëm ngjarjet historike, po edhe individit, sepse ne marrim atë iniciativën dhe e shajm Ilirin. Film flas Iliri s'do ta bën këtë, amerikanët kanë një shprehje shumë të bukur. You have to be in his shoes. Që ta gjykosh. Pra, duhet vendosesh në situatën eksaktë të tij siç është ai dhe të mendosh se si do veprojnë ti dhe pastaj mund të kesh të drejtë të gjykosh. Janë shumë situata, është kompleks. Kjo është historia. Sot kisha prap ta thash për thënë personit nuk është, po kisha bisedë pikërisht po diskutojshim për periudhën komuniste dhe për periudhën para dhe doli muhabeti për ato që bashkëpunuan me fashizmin. Tash gjithë bota i quajti kolaboracionist dhe po e mbyllim këtu. Por si duhet gjyku? Duhet gjyku protestë në kontekstin e kohës. Për shembull, Pater Anton Arapi, po ti lexosh, është njëri që dha revizën Shenjzat, që iluminoi vendin, që krijuan shkollën franceskane, një njeri domethënë me një reducion filozofi mendimit. Dhe në një moment ai bëhet me regjencën. Pse bëhet? Po të lexosh, fjalimi i tij duhet studiohet nëpër shkolla. Ai thot në momentin që dhe kemi një situatë të ngjashme sot, të ngjashme në hije, çfarë po ndodh nëpër botë, që nuk dim me ardhmën e Trumpit, dhe ai thot një gjë, që në këtë moment që të mëdhejt po zihen me shkelma, po është e gjatë tash, s'mund ta citoj gjithë, ne duhet bëhemi bashkë thot për me ruajt kaç Shqipëni. Absolutisht. Duhet me parasysh që mos hupim si kom. Shiko, pra, arsyeja që e ka shtyr këtë njeri, e ka bë për të përfituar, e ka bë për të dhe thot aty biles, kush ka zot nane që Pater Anton Arapi e ka bë për parë. Dhe këto megjithëse nuk kanë qenë njerëz pareve, se këto bën rilindjen, këto bën këtë. Domethënë, gjykimi jon drejt shkurtër vetëm për kjo tregon që ne si shoqëri akoma nuk jemi pjek dhe nuk pranojmë të ulemi, të pranojmë njerëzit siç janë. Sepse këto që dalin sot si cuba, po flasë dhe gjosëm, dole me tem, ne antikomunistët, ku ishët mërë zotëri? Njoni që del tu ky, që emri këti, to moralizoti, do t'ju ham gjallë, qa hangret gjallë? Në Berat, patë katastrofë rezultat 2021, në Elbasan e qove katastrofë fare, do t'hashti gjallë, qinë hangre gjallë ti? Qinë hangre gjallë? Ata shi këtë rënë nga nervat, edhe aje që u vetën diplomatë, flet me një gjuhë të drujt, me një gjuhë agresive, dhe e që u vetën diplomatë. E kupton në çfarë gjendje jemi ne? Ai duket, unë se njoh nga afër, ai duket njeri, duket djalë që ka studiuar, ka lexuar, intelektual, është
me fisin e tyre nuk më di se si, po di që kemi pas marrëdhënie të mira, njerëz të kushurit aty që, por unë do thosha këtë që kam përshtypjen që e ka zgjedhur si kal beteje këtë. Domethënë ai do që të do që të individualizohet. Se na shkoj gjysma emisionit me këtë dhe mirë bën. Po për mua bën shumë gabim, është një mënyrë gabim. Problemi është që siç thotë Einsteini, njeriu mund të lexojë edhe bibliotekën e Aleksandris. Problemi është çfarë prodhon, çfarë krijon, sa aftësi krijuese ka. Pra, më lexosh ti mund rrestin kaq. Problemi është çfarë krijon dhe çfarë mendimi iluminar ke ti. Nëse ti mas 35 vjetësh do të mburresh me biografi dhe nuk e pse murresh, se bota sot nuk të pyet, bota moderne ku ky pretendon që është, nuk të pyet fare për biografi. Erdhi një Obama nga njerëz fare të rëndom. Ajo është formim komunist. Të risovësh biografinë e tjetrit. Po, të risoj si komunist. Ta nuk kanë, është reminiscencë e komunizmit. Nuk kanë ide më burr. Ajo është kompleks. Se ky ka qenë 14 vjeç, kanë kaluar 35 vjeç për çam fol ti më. Le ta lëm këtë zgjatëm shumë. Jo. Se këto që bëjnë si Cuba, mu më bezdisin. Vjen që tulen se këtu quhet njëri elitar i mendimit, do të jetë i ul nesër edhe si baballari kombi, babai kombi. Kyç, babash. Ta lëm individin konkret, po unë se nuk është i parja si fundit, unë kam parë me 10 dhe 100 raste të tillë ku njerëz të cilët përpiqen të ekspozohen si super antikomunist, në të vërtetë gjykojnë në mënyrë komuniste, pa e ditur. Pa e ditur. Kjo është një paradoks. Gjykojnë në mënyrë komuniste. Domethënë ajo mënyrë të gjykuar është komuniste, duke sharë komunizmin. Po, duke prunë jemi familje pse çani burrë madhe është familje Belirësh. Belirët kanë njerëz që i shërbyen Turqisë që i rrafën e mytën shqiptarët më kthyn musliman. Po përveç asaj. Po tash lutem shumë, qose do të flas, megjithatë unë jam për atë që historia gjykohet në kontekstin e kohës, mënyrën se në kushtet që ka qenë dhe po unë do të thosha 2-3 fjalë edhe e fundit. Janë këto faktorë për këtë punë. Para njëherë duhet të kesh një farë kulture, duhet të kesh lexuar që të dalësh nga ky kurth të gjykimit të bardhëzi. E dyta është reminiscencë e komunizmit. Aty gjykoheshin bardhëzi o me ne o me ata, nuk ka rrugë të mesme, se nuk është pak, është 50 vjet. Na është bërë po jo, po nuk është brezi. Po ja ti brezi edhe ti tash. Pse ti mendon ndryshe? Po pse ti si tjetër Siloni mendon? Nuk ka shumë që mendojnë kështu. E kanë dhe komplekse inferioriteti. E kanë komplekse inferioriteti. Arsyeja tjetër e tretë është që e përdorin për rrethana politike, siç thashë, domthonë për përfitime personale. Ora un po them se çfarë duhet të jetë dhe si mund se tash këto kanë detyrë me eduku një popull, me ilumi një popull dhe ajo që i folëm se mirë bëm që zgjatëm. Ajo që i folëm në elitat, çfarë roli kanë elitat? Ku janë elitat tona? Qoftë gjatë komunizmit, qoftë sot, njësoj si në komunizëm. I shërbejnë regjimeve politike. Ky është problemi. Kemi problem me median sot. Problemi i madh. Problemi i madh, nuk keti ato elita që bëjnë po ti shif ku ka shku, dhe ta mbyllim shif ku ka shku parlamenti. Merr parlamentin e 24-s dhe merr parlamentin sot. Përfaqësuesit e Shkodrës ishin Qiroka, Fista, Gurakuqi. Që të kthejmë temën e bisedës, se dëgjoja sot nëpër media njerëz që edhe analistë që mbahen si të formuar dhe intelektual, por natyrisht partizan, kanë marrë njërin apo tjetrin krah, që ja hidhin fajin popullit. Pa. Nuk e ka fajin popullit. Unë do t'ja hidhja fajin elitave. Po s'kemi elita. Papërgjegjshmërisë së elitë. I kemi të papërgjegjshëm, ato pak që i kemi të papërgjegjshëm sepse elit ose intelektual, siç e nisë bisedën ti, është debatueshme kush është intelektual, por ajo që ka më shumë që jep ose versioni që ka fituar më shumë pikë te kush është një intelektual, nuk është një që di për vete, po është një që ka vizion, që ka lexuar, po është një që kontribon atë di që ka për shoqërinë në drejtim pozitiv. Ky është intelektuali dhe ti duhet të kesh përgjegjshmëri kur del dhe i flet një populli, kur merr mikrofonin publik. Kush janë intelektualët në Sartre, Camus, të gjithë janë intelektualë që shërbejnë shoqërisë. Kur do ta them cop, kurse ajo elita jon intelektuale i ka shërbyer dhe vazhdon i shërben bythës vet. Bythës vet, po e them cop. Kjo është një defekt. Edhe kjo që të revolto. Dhe nuk kemi njerëz që të reagojë dhe të ballafaqojë. Dhe pranë ke një peng i komunizmit, qoftë letërsi, qoftë në film, qoftë në kulturë, qoftë kudo. Ne jemi popull me talente. E kemi provuar. Po grafas ti nuk e fajti. Ne jemi popull me talente
e kemi provuar, nuk jam unë i pari që po më gërthet media. Se kam me ty, ne kemi provuar kur individ caktuar shqiptar, jo tani, por në qindra vite mos më shumë kanë shkuar jashtë dhe kanë shkëlqyer. Pra jemi një popull që nuk na mungojnë cilësitë, talentet, vetit pozitive. Por me sa duket këtu në Shqipëri konkurenca nuk e di, është diskutim i gjatë, ky është për është diskutim i gjatë. Tash vim ke zgjedhjet. Se u nisën për zgjedhjet, problemi është që zgjedhjet ndodhen. Ju, si themelues i Partisë Demokratike, si njeri që keni kontribuar atëherë kur u kriju kjo parti, a e kishit parashiku këtë rezultat? Shiko, ne se të bëjmë unë jam larguar nga Partia Demokratike, na kanë larguar, na kanë përzënë në vitin 92. Po e di, po si themelues. Na kanë jo, dhe atëherë kemi kush ishte një nga kritikat bazë që i bëheshin ta themi që fillojmë flasim me emra Sali Berisha sepse ai ishte i pari dhe i fundit që e mori në dorë dhe e mbaroi këtë histori. Ishte që ose jo kritikat, po kush ishte i thoshin që me këtë lloj politike, këtë mënyrë se si po sillet ky do t'ja u kthej pushtetin socialistëve ose Partisë Punës thoshim atëherë, sepse pastaj u bë nga Parti Punë në Parti Socialiste. Dhe në fakt ajo ndodhi. Ky ja humbi pushtetin Partisë Demokratike, e humbi një herë në 97-ën. E pastaj nuk e di në çrrethana që është unike në histori ky u rikthye prapë në pushtet. Dhe ja ku kemi 4 mandate, rrezik mund të ketë një mandat 5 apo 6, po vazhdojmë me këtë histori që Partia Demokratike nuk vjen në pushtet. Por unë fakt jam pak i shqetësuar kur flas për këtë Partinë Demokratike që sot dhe që sikur ja duam të mirën që të vinë në pushtete të tjera. Dgjoj, sepse ne shqiptarët harrojmë 3 ditë dhe harrojmë gjën 3 ditë na zgjat. E kemi shumë të shkurtër. E kemi shumë të kurrë dhe kjo është një aspekt negativ. Unë për vete përpiqem të mbaj mend 35 vjet përpara, nga 35 vjet përpara çka ka ndodhur. Partia Demokratike, ajo që quhen Partia Demokratike sot do të ishte nxjerrja jashtë ligjit një 2-3 herë këto 35 vjet. Po marr vetëm 98-ën. Bëri grup shteti. Pushtuan institucionin, pushtuan godinën e qeverisë, dolën në televizion thanë fituam. Nëse ka një veprim për të cilën një shtet demokratik i modelit sotëm perëndimor, të dënon, është grushti i shtetit. Ata duhet ishin burg akoma sot, nuk kam asgjë me ata individët. Ca i kam miq, burrat mirë. Po kishin kokë tjetër, ishte tjetër koka, ishte diku tjetër. Burg grushteti. S'po hy pasaj ke 97, ke shumë aspekte tjera, janë me 10 raste. Pra, kjo që në 92-shin filloi të shtroi në një repart të organizuar sulmi. Mos harroni diçka tjetër, mos harroni kur erdhën socialistët në pushtet në 98-ën, 97-ën, pati një periudhë gati 5-6 vjeçare ku s'po flas për mitingjet e gurët nëpër bulevard, po mos harroni hidheshin herë DPU-i, hidheshin herë shtylla, nuk e di, ke qenë në Shqipëri apo s'ke qenë atëherë. Kush i bënte këto gjëra? Është e rëndë. Është e rëndë të diskutosh. Dhe kjo është një histori që ka hikur tani, por mos harroni sepse nuk mund të harrohen gjëra të tilla. Unë e di këtë shumë mirë sepse unë di frymën, unë di se si filluan të organizoheshin grupet atje brenda që kur ishim ne në PD për të shkaktuar antimitingje, për të bërë rrëmuja, për të eliminuar kundërshtarët politik. Ore, unë kam parë njerëz që se për fat keq shumë nga ata u kthyen prap tek Berisha dhe tek PD-ja, dhe që kanë linçuar në oborrin e PD-s kur pse ishin kundër që është sot klinika katolike, pse ishin kundër vendimit që mori Berisha për prishjen e qeverisë, si quhej ajo qeveria Bufi me zëvendës kryeminist Pashkën. Deshi linçuan. Unë jam aty jam tronditur. Deshi linçuan. Parti politike është kjo. Eduard, Partia Demokratike do një analizë gjatë. Ai histori tjetër. Do një analizë gjatë dhe jam plotësisht dakord me ju. Jo, se po flisim në sensin e të mirës, sepse humbi pushtetin, po do ta humbte pushtetin mëse nuk është parti politike. Jo, e para i herë nga erdhi backgroundi i saj, tash rrim bëjmë analizën që i kanë thonë 100 herë, i kanë thonë njerëzit ajo erdhi nga pushteti komunist.
Ato patjetër që ai është sepse nuk mund të krijosh parti politike, se unë do ta diskutojmë herë tjetër, se do kemi kohë prap. Por nuk mund të krijohet parti politike me njerëz që nuk janë taku kur s'kan pi kafe me njëri tjetrin. Dhe pastaj mos folim për bashkëpunëtorët e sigurimit që janë aty, që i përdorën këto bashkëpunëtorë sigurimi, i përdori pikërisht ky Berisha, kemi rastin e këtij Tomor Dostit, që e boni për da i shkreti nuk i boj ajo se e kanë fut në arkivol. Jo, është gjallë. Jo, është gjallë, po kur e kanë detyruar me firmos e kanë fut në arkivol mrena. Dhe ky, burr zotni, dhe ky që i kishe bo punët vetë, e që nuk guxon shkoj të marri deklaratën që nuk ka pas punë me sigurimin e shtetit, sot e kësaj dite një letër A4, ky i përdori dhe i diskreditoi këta njerëz dhe me këto punon akoma. Pra, metoda e këtij ka marru. Problemi është tashti që këtu me këto zgjedhje në një mandat të 4 që merr Edi Rama me distancë kaq të madhe, këtu tash shtrohet problemi. Ore, me këtë fushë të hapët që ka Rama, se është brenda natyrës njerëzore. Po shkon ajo shpresa se nëse ndërtum do të as pluralizmin real, as demokracinë reale. Drejt monokracisë. Po shkon drejt monokracisë? A do të kemi një pushtet autoritar me një pluralizëm fals? Kjo është, dhe a mendoni ju që e njihni atë parti shumë mirë se mund të rindërtohet kjo parti më? Jo. Unë personalisht shiko, një mik bashkëudhëtar i të gjithë këtyre gjërave që tham, nuk po ja përmend emrin, sot kishte shkruar se kanë dalë një 2-3 analistë që thonë partia faj nuk e ka doktori, faj ne pas strukturat e partisë, thjesht partia do të reorganizohet dhe do të vazhdojë kështu siç është. Dhe ky miku jon, shoku jon, thoshte që partia nuk duhet të reorganizohet, duhet të rikonceptohet. Partia Demokratike, nëse duhet të rikonceptim nuk kupton, po deshe mund të përdorim dhe termin rithemelim që u përdor përpara një 2 vjetësh për rithemelim. Pra, rithemelim duhet përdorur, pra rikonceptim do thotë që të ndërtohet me parime të tjera, po kjo do të jetë një parti e re. Po pra, kjo parti nuk mund bëhet. Unë prandaj thash që nuk e thash rastësisht, kjo duhet kishte dalë jashtë ligjit. Duhet kishte dalë jashtë ligjit dhe duhet ishte krijuar një parti tjetër nga forcat demokratike. Por është një diskutim shumë i gjatë pse Shqipëria s'ka individualitete politike, pse janë i shprishur zembereku, i shprishur motori i politikës. Politika flitet pak për këtë, për partitë politike. Në Shqipëri, partia politike është institucion shumë i rëndësishëm në modelin social ekonomik ekonomik politik që po përpiqemi të ndërtojmë ne. Në parti unë duke qenë ne kemi krijuar forumin rinor të PD-s bashkë me Ridvan Peshkëpin, Romeo Karajën e të tjerë që në 90 e njishin dhe na u dha rasti të shkojmë të flasim, të vizitojmë forume të rinisë të partive popullore, të qendrës djathtë në Evropë dhe edhe pash e kuptova shumë mirë se kush ishte mekanizmi i brendshëm se si këto parti përgatisin politikanët. Prandaj mund të ndodhin katastrofa shumë të mëdha politike në Itali, siç ka ndodhur me Tangentopulin e me shumë gjëra tjera, po atje gjithmonë dalin figura të reja siç doli Meloni që për mua është një kryeminist i shkëlqyer, domosht një politikan i shkëlqyer. Nuk e mendoja kështu në fillim, të jemi sinqert. Apo siç kanë dalë të tjerë, të cilët në një moment caktuar me idetë që nxjerrin, bindin elektoratin, marrin vota dhe marrin fatet e vendit në dorë. Tukë ne kjo gjë s'po ndodh. Pse? Sepse nuk ka, sepse është prishur motori i partive politike po thënë vetëm një fjalë, me katapultimet, të cilët filluan që në vitin 92. Katapultimi në politik është vdekje e sistemit politik. Po të duash mund të flasim, e njëjta gjë ka ndodhur edhe sot. Katapultohen, bëhet lista e mbyllur e deputetëve me njerëz katapultuar. Me të dyja partitë, po flas vetëm për PD. Dhe Parlamenti 92-shit ka qenë shumë më mirë si kualitete. Ishin njerëz që kishin një profil, do të gjithë vinin nga sistemi komunist, sa ishte. Po nuk ndodhi më. Kishin një profil. Filloi seleksionimi që në parlamentin ai është parlamenti 91-shit. Ai është parlamenti përfundu. Ai është parlamenti 91-shit. Ke përfundu, domethënë ke njerëz banal, se s'po përmend emra se mund t'i përmend. Po sepse janë zgjedhur mbi kriteret e tjerë, ose Shqipëria nuk ka 100 intelektual, po janë zgjedhur mbi kriteret e besnikërisë dhe për të qenë instrumente të caktuara politik. Po pra, ne na mungon pluralizmi brenda partive, nuk kemi si të pretendojmë që kemi pluralizëm,
shumë e rëndësishme, shiko, në rast në popull. Mënyra se si operon një parti, mënyra se si operon një parti brenda politike është transplatohet menjëherë në qeverisje kur ajo parti vjen në pushtet. Bravo. Ke raste fantastike, me rastin e LSI-s. LSI-a u shndrua që në fillim që u krijua u shndrua në një parti biznesi. Edhe shtetin e bëri biznes. Ja ku përfundoi. Unë them që to i them me kompetencë kam qenë administrat. Po e di, por ne po flas me ju sonte. Po problemi është që unë them këtë rrugë është PD-ja, si LSI-a. Mas kësaj parashikoni. Ja, PD-ja ka një faktor tjetër, besnikëri ndaj shefit madh. Shefi i madh i përdor pastaj gjërat. PD-ja është fenomen tjetër. Parashikon që mas këtyre zgjedhjeve do të ketë një rrjedhje tjetër ose një përçarje tjetër në PD? Se do të jenë të pakënaqurit. Për shembull, më fal që ju preva, por Berisha bëri primare dhe nuk respektoi parimin e primareve. Domthon kjo është një unë biles kam thënë që ato që përfituan primare dhe Berisha nuk i futi në listat e hapura, atëherë ato duhet largoheshin, sepse kur të pi lëngun të shtrydh. Ajo ishte krisja e parë, ose dështimi i parë i modelit të ri ose i Partisë Demokratike të rikrijuar me kthimin e Berishës kryetar. Pra, momentin që sepse në atë moment shumë ikën, shumë filluan të largohen, shumë filluan ta kuptojnë sepse ky njeri ka vetin që na bën të harrojmë. E kupton ky doli në Shqipëri në 97-ën dhe pastaj e sollëm si hero në 2001-shin. Edhe unë vetë që po flas shumë kam menduar që ka ardhur dita të vijë. E kupton në 2001-shin, po në 2005, fal. Atëherë se e kemi diskutuar, New York Times ka pas një artikull të David Binder që thot po t'i ndodhte kund botë që një parti e tillë do t'i ndodhte kjo që ndodhi në festata. Jo, nuk do të ekzistonte mos si parti. Normal. Domethënë dhe ai u kthy prap pushtet dhe pretendon prap vin pushtet. A kupton? Tani po thosha këtë që po ky njeri ka dhuntin, ka aftësinë që na bëj të harrojmë. Dhe çfarë bëri? Mori krijoi foli mbi parimet demokratike që do ta krijonte PD-n dhe pas pak muajsh i shkeli me këmbë. Shumë njerëz mund të përmendë emra plot se panë se ç'po ndodhte. E panë se ç'po ndodhte. E kuptuan që njerëz të tij, njerëz besnik të tij, njerëz që e donin atë, njerëz që po ti thoshe një llafti për Berishën, të nxirrnin syt. Fillon të kuptojnë që kjo që paska qenë ashtu si kanë menduar dhe kjo ishte një lojë, paska qenë gjithmonë një lojë e madhe, paska qenë gjithmonë një gënjeshtër e madhe. Kjo tregon edhe njerëzit që janë këtë parti dhe në partitë e tjera, që në parti nuk ka debat, nuk ka kolegialitet, megjithatë do të ketë një kryetar. Po nëse atëherë çfarë ndryshimi kanë këto nga partia punës? Si ndryshim atë model mori. Po, çfarë ndryshimi kanë? Shiko, atë model mori Partia Demokratike. Domethënë, Partia Demokratike, shiko, ç'a thamë ne? Ne thamë gjithë duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Kjo ishte shumë e thjeshtë. Evropa aty ishte, modelit aty ishin. Po kjo fillonte me partinë. Kjo Partia Demokratike duhet ishte një parti, jo vazhdimi i Partisë së punës. Metodat që ky futi, metodat që i futin, fillim eliminimi kundërshtarëve, shumë gjëra të tjera. Ore futi luftën, vazhdoi luftën e klasave, ne dhe ata, ku kishte më ne dhe ata më. Ku kishte ne dhe shumë gjëra të tjera se këto janë muhabete shumë gjata, mund ta mbajnë me orë tëra. Metodat që ky futi e bëri që thjesht të vazhdojë njëjtë dhe pse e bëri do thoshti? E bëri thjesht për të siguruar vimësinë e tij në politikë siç e kemi parë në Eduard. Kështu që pyetja ishte kjo që a mendoni që do çahet. Unë uroj që po jo, aty do mbetet gjithmonë një grup. Do mbetet do mbaj vulën dhe edhe stemën, do thotë unë jam Partia Demokratike. Nuk diskutoj. Po nuk do të ketë fuqi. Se di, se si po normalja është ajo që s'duhet të ketë. Shiko, ajo që ndodhi që e shoh si aspekt negativ në këtë zgjedhje, ishte që këto partitë e reja të vogla, pavarësisht kritikave që mund të kemi, jo Iliri, jo Edi, ku diun, se gjithmonë ka gjëra të tilla, unë shpresoj të merrnin çik më shumë, pra ta gërryenin më shumë PD-n. Se ata më shumë PD-n kanë gërryer, ndoshta kanë marrë pak edhe nga PS-ja. Pse? Sepse duhet të fillojë të krijohet spektri ose një spektër politik më i larmishëm dhe më i qenësishëm se sa ky që kemi, se ne s'kemi spektër politik, kemi dy pole, ky nuk është spektër. Spektër do të thotë shumë gjëra nes. E kupton? Pra të krijohet një spektër politik, pra fillojnë të dalin personalitetet e reja politike. Kjo fatkeqësisht nuk ndodhi. Me ato numra që shoh është shumë pak. Pse?
se edhe Partia Socialiste ka nevojë për nëse edhe vetë ata duhet ta ndjejnë nevojën e opozitës. Që Partia Qeverisë duhet të ketë opozitë. Nëse Partia Socialiste ka bërë gjëra të mira, ka bërë për shumë gjëra për të cilat e kritikojmë. Jam i sigurt që gjërat që kritikojmë do të ishin më të pakta, nëse do kishte pas një opozitë lojale dhe efektive. Ajo që është gjoja më e rëndë sot është korrupsioni. Dhe padyshim edhe nga vetë arrestimet që janë bërë, nga hetimet që ka pas korrupsion në këtë qeveri. Por krahasu me korrupsionin e qeverisë Berishës, çfarë do të thonit, duke pas parasysh që në kohën e Berishës, Berisha kontrollonte sistemin e drejtësisë, prokurorinë, gjykatën, gjitha. Tash kemi një sistem drejtësie, ose kemi një institucion që quhet SPAK-u edhe BKH-ja, dy institucione që kanë pavarësi, paktën për sa tregojnë faktet, kryeministri nuk e kontrollon, pavarësisht se Berisha sot thotë kontrollon, se po të kontrollonte, nuk do të lejonte që të arrestoheshin rreth 60 edhe figura të larta. E kuptova pyetjen. Është pikërisht përfaqja e korrupsionit që u bë nëpërmjet organeve të reja, apo ka pas më pak korrupsion atëherë. Dhe ai korrupsion që ka qenë atëherë, nuk e di sasin sa e si, por unë mendoj që ka qenë korrupsioni përgjakshëm, gjë që s'ka ndodhur me Partinë Socialiste, po të kemi parasysh Gërdecin, vrarët e Sinjanit. E para do përgjigjem shumë thjesht kësaj pyetjes me dy pyetje që e sqarojnë problemin, po më le të bëj vetëm një sqarim të vogël. Korrupsioni është disa dimensional, nuk është vetëm korrupsioni parave. Ka korrupsion politik, ka korrupsion social, ka korrupsion politik janë hilet në zgjedhje, janë vjedhje e votave, influenca e shumë gjëra të tjera. Pastaj është korrupsioni ekonomik, financiar, ka shumë aspekte. Tani, pse ka korrupsion? Dakor, është perceptimi i përgjithshëm dhe unë jam 100% i bindur që ka korrupsion të zhvilluar, galopant në Shqipëri. Pse ka pasur korrupsion? Natyrisht që ka pasur edhe përpara, por ka ardhur në rritje. Pse ka korrupsion? Sepse s'ka pasur sistem drejtësie. Kudo ka korrupsion. Po kudo ka, në vendet, kur them kudo, po flas për Itali, Francë, Gjermani, në Amerikë, po ka sistem drejtësie, e mbërtheu makina e drejtësisë e italiane, e mbërtheu Andreotin për mëngje apo Kraksin apo të tjerë dhe nuk i lëshoi deri në vdekje, i dënoi, mbërtheu kryeministrin Berlusconi. Pra, tregon që ka një aparat drejtësie i cili funksionon. Këtu ke ne s'ka pasur aparat drejtësie. Kush e prishi aparatin e drejtësisë, i dashur Ilir? Plepat. Udhëheqësi i madh. Pse e prishi aparatin e drejtësisë udhëheqësi i madh? Që ta kishte ne nuk e dinim atëherë, ne bënim llapa njëri tjetrin, po ky ka qenë plan. Ky njeri ka qenë shumë vizionar për gjërat që donte të. Do të flasim herë tjetër se ka shumë gjëra për të diskutuar ky njeri, që i ka bërë me qëllim apo nga padia. Po natyrisht që i ka bërë. Natyrisht që i ka bërë. Ne atëherë kemi qenë shumë naiv, ne nuk kuptonim asnjë gjë. Njeriu në moment analizat bëhen mrapa. Pra mungesa e sistemit të drejtësisë, dhe një nga arsyet pse Rama sot ka fituar 4 mandate. Ka udhëhequr i pashqetësuar, ka qëndruar në pushtet në mënyrë të pashqetësuar, ka qenë qeverisje e lehtë nga pikpamja politike kjo Ramës. Është sepse nëpërmjet opsionit politik që zgjodhi, pra të mbështesi partnerët e huaj të ndërtojnë sistemin e drejtësisë në Shqipëri, ka fituar pikë dhe ka vënë një themel të rëndësishëm të pushtetit të tij, të pushtetit politik. Nuk e duan Ramën se është më gojtar ai. Pa i din gjithë edhe shumë gjëra të tjera. E duan sepse në çështje të caktuara ka bërë pikërisht atë që duhet të bënte. Edhe marrëdhëniet e politikës jashtme ka pas ajo është tjetër aspekt, por se janë ca gjëra që ata nuk t'i falin. Ja. Nuk mundet ti të mos ke, sepse në momentin që ti s'ke drejtësi këtu zhvillohet krimi organizuar. Krimi organizuar, nëse ka një armik të shteteve demokratike është krimi organizuar. Pse? E thon shkurt, krimi organizuar i merr raketat bërthamore siç i merrte atëherë në Ukrainë në Rusi dhe i çon ke terroristët. Kjo është për ta thënë në mënyrë banale. Se bën shumë gjëra të tjera. Krimi organizuar është shumë i rrezikshëm. Dhe krimi organizuar si luftohet? E kanë kollajt atë cilin komando, po luftohet me komando, krimi organizuar luftohet me sistemin e drejtësisë. Ai krijoi sistemin e drejtësisë. A është indikuar, s'është indikuar, edhe sikur të jetë indikuar nga kryeministri. Pra për shumë më mirë se sa ishin përpara. Është një hap shumë përpara. Kurse mua më rezulton që më shumë indikuar
ose nën presion, është nga krahu këtyre sepse si ka mundësi që zgjatet dosja. Po se janë plepistë, po se ka plepistë pafund. Po si ka mundësi që zgjatet dosja Partizani, si ka mundësi nuk merren masa për Gërdecin, si nuk ka mundësi që nuk merren rrin Fatmir Mediu tu pi kafe në Rogner dhe nuk shko paraqitet në GKKO. A kuptohet? Them drejtë nuk janë marrë me këtë çështje, nuk e kanë bërë këtë analizë dhe nuk di çfarë qëndron dhe kanë frikë të hyjnë në këtë diskutime sepse çështjet e drejtësisë janë çështje si njeri i sportit, ëh, që jeni marrë kaq vjet. Unë jam marrë me pjesën e menaxhimit të sportit. Po, menaxhimit, po jeni edhe njëri që e njihni sportin, se e ndiqni bëni analizë. Po për pjesën e menaxhimit do t'ju pyes. Një nga arsyet shkurtimisht, edhe pastaj kam një pyetje pas kësaj. Edhe erdhi ora më duket dhe pak. Çfarë mendoni për aferën e klubit Partizani, që ju e dini shumë mirë se keni qenë edhe jeni marrë me klubin atëherë? Shiko, e para klubi Partizani, të them të drejtën, unë nuk i di detajet. Janë dhënë argumenta dhe kundër argumenta, dikur më sollën edhe një dosje, unë isha në federat sekretar, më sollën edhe një dosje me dokumenta këta përfituesit e terreneve, por nuk ishte detyra ime dhe nuk u mora as me shqyrtimin dhe as me komendet e saj dhe nuk i di hollësit. Di që nga biseda me këta ish drejtorët e klubit, cilët i kanë pasur gjithë miq, di që ata pretendonin që këto janë toka të shpronësuara. Të shpronësuara blera nga Italia. Dhe këtyre ju është dhënë natyrisht si ju është kthyer këtyre në Po jo, ka një gjë, ato kanë qenë toka blera nga Italia, që është bërë atëherë fushë aviacionit. Dhe këto kanë qenë. Por kam dëgjuar që ka akoma paqartësia nëse sepse Italia është fakt absolutisht i vërtetë që Italia gjatë periudhës së pushtimit çdo pronë edhe dru kur futeshin merrnin në pyll, shkonin paguanin pronarin, kanë qenë shumë korrekt në kjo pikpamje dhe pronat i kanë paguar, por ka ngelur në mes ky proces, kam dëgjuar, për të qenë sinqert, do të jemi sinqert. Ka ngelur në mes në momente caktuara dhe ndoshta ndonjë nga ato familje mund dhe mos jetë kompensuar, por nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka që kryeministri i vendit bën një brenda natës se disa gjëra nuk thuhen. Bën një ligj, heq nga ligji i sportit se kishte në ligjin pengohej për zim objekte. Pse duhet prishur një terren? Ora Shqipëria ka nevojë për sport, me janë prishur terrenet, është atje që Partizani ishte klubi Partizani merr hiç aspektet politike se këto janë budalliqe që flasin. Ishte bashkë me Dinamon, bashkë me Tiranë, ishte një nga qendrat e ekselencës së sportit shqiptar. Ka dalë kampion e Evropë, e bote, e kupton? Pse duhet prishur kjo në kushtet që po zhdukeshin fushat nga gjithë Shqipëria, Pra, nën kujdesin e qeverisë, ndryshohet ligji, i jepet me toka, bëhet toka, nuk e di. Pra, pa hyrë tash në meritën ai takonte toka, si takonte toka, nuk e di. Shkatërrohet një ambient sportiv do ta nxjerr dhe shkatërrohet me qëllim të plotë, pikërisht për ta çuar atje ku duhet. Pse duhet bërë kjo? Nuk është sikur dhe tu takonte vërtet. Duke qenë kryeminist atje thoshte jo s'ka për të bërë. Nëse mund të jepte kompensim, mund të jepte kompensim para, nuk po shkatërrohen. Po mund të jepte vende të tjera. E kanë pandehur veten të paprekshëm, sepse ore frika e pengon korrupsionin, se këta njerëz kudo, edhe në Amerikë, e kanë quajtur veten paprekshëm. Tani problemi është që klubi Partizanit, mas atij shkatërrimi që u bë atij klubi, përfundoi rrugëve vetëm me një stem dorë ka marrë presidenti Gazdemi. Dhe sot unë pash për këtë mund të sqaroj me kompetencë, sepse jam marrë me shpëtimin e Partizanit. Detyrën time si sekretar federate dhe pastaj me vullnetin e presidentit federatës, patjetër se s'bëj gjë pa vullnetin e tij. Dhe jam marrë pastaj kam qenë drejtori i klubit dhe jam marrë me shumë hollësira. Partizani përfundoi në duart e Gazdemit, që është gjë shumë e mirë për klub, sepse do një investitor të tjerë. Por Partizani nuk ishte vetëm futbolli. Partizani ishte një mori e tërë sportit, që nga shahu e ciklizmi deri ke mundja e qitja ku diun. Ishte të cilët praktikisht kishte basketbollin, volejbollet, super ekipe të tjera, atletikën super ekipe, të cilët u shkrin dhe u shkataruan. Pa tash po të hym gjersi, un po them Gazdemi se aty e mori këtë klub vetëm me stemën, po. Vetëm me stemën dhe ka ngritur sot një kompleks dhe një ekip me ndihmën e qeverisë. Dhe një ekip
Unë jam, dëgjoj, kur thuhet Jam marrë vetë me kur thuhet me ndihmën e qeverisë, sepse ju thatë u shkatërron klubet, okay? Jo, është shumë pozitive, nuk e Shumë them, mirë, nuk ku e ti them. ndihmoj qeveria për të ndërhyr komplekse sportive. Patjetër. Unë e di saktë që Gazdemi fut para nga xhepi atë. Mendimin e qeverisë, jo, s'i kanë thënë lek qeveria. Ai ka disha ka përfituar Gazdemi atje. Trash, ka përfituar vetëm atë fushën e prej barit që ja ka bërë federata, e cila është cilësia më e ulët që mund gjendet e fushave të barit, gjysmën e skuadrës e ka vazhdimisht të vrarë. Histori tjetër kjo. Qeveria i dha tokën, truan. Ishte vullneti i qeverisë i dha tokën. Po unë jam për don sepse jo për shkatërru, sepse ju thatë e para herë Ky është model për kriju pallate sporti, kjo është temë që do të flasim herë tjetër, edhe pallate sporti, edhe fusha basketbollit, domthon është turp që ne kemi pas në kohë komunizmit një sistem zinxhir perfekt të gjitha sporteve. Dhe sot kemi përfunduar që nuk kanë fusha ku të luajnë njerëzit. Jo s'është, e di pse më, se komunizmi e kuptonte dobinë e sportit. Komunizmi u e dinte që më shumë sport kishte më pak ilaçe, më pak burgje, më pak rrugaç rrugëve. Jo duhet të jeni ndjeni se ta kisha domthon se ndryshe nga klubet e tjera të futbollit në Shqipëri, Gazdemi nuk ka asnjë suport nga bashkia, që klubet e tjera e ka bashkia. Gazdemi ka gjitha me xhepin e vet. Edhe ka bënë një investim, jo investim që fito, po të deklaroj se e di shumë mirë, ka humbje. Unë kam për plan e biznesit. Po. Unë kam për plan e biznesit. Ti ke bërë plan e biznesit, shumë bukur, dhe e di ke shumë mirë. Dhe unë për këtë jap kredi një njeriu kur të tjerët bëjnë pallate, po, edhe bëjnë prishin, kur të tjerët bëjnë pallate dhe prishin fushat e sportit, Gazdemi ka marrë një hapësirë që si hyte kërkojnë punë atje, një gjë të vdekur dhe e ka kthyer në një ambient luksos. Unë e kam thënë publikisht shumë herë në emisionet televizive, përveç marrëdhënies personale që mund të kem me Gazdemi, sepse kam qenë atje, që pavarësisht që klubi mund të ishte menaxhuar si kritikat e tifozëve, mund të ishte menaxhuar më mirë, mund të kishte fituar më shumë trofe. Këto vite. Tifozët folin me xhepin e tjetrit, të marrin secili. Tifozët e Partizanit përgjithsisht janë mirënjohës, duhet të jenë shumë mirënjohës presidenti Demi për atë që ka bërë për Partizanin. Dhe po të hiq dorë nga tifozligjet, kthimi i Partizanit ishte një kontribut shumë i madh në futbollin shqiptar, sepse brandi ti me lek mund blet gjithçka, por nuk blen dot emrin, prishet Tiranën, ose nuk blen dot emrin, nuk blen dot historinë, nuk blen dot kohën. E blen dot njëri Liverpoolin s'ka shumë. Absolutisht. Më jep mua emrin e Liverpoolit sot po më jep emrin. Manchester City ka marrë 6 kampionate rresh, po se ka brandin e Liverpoolit. Pra, krimi i Partizanit ishte edhe kjo është kryesisht në sajt për merit të për ta mbyllur me sportin dhe kemi një pyetje të fundit. Pastaj çfarë mendoni për ligjin për sportin? Do të jeni ndjeni, është ky ligj i ri. Që akoma nuk ka kalu, po pritet të kalojë. Jo, ka kalu ligji, mos e ke fjalën për ligjin për sponsorizimin. Po. Për ligjin për sponsorizimin. Ja. Sepse kjo është diskutuar. Ligji për sportin ka qenë një ligj i cili ka pasur, unë nuk jam shumë informuar me azhurnimet, po ka qenë një ligj i ka pasur shumë dispozita të mira, por që përgjithsisht nuk pyeteshin. Për shembull, që në vitet 2000 ke ligji i sportit kishte e paraja kishte nene që s'lejonte të prishin sportivet që e anulluan, që fillon të prishin. E dyta ka pas një ligj për këtë për 3% kontribut në fondin e sporteve, më duket nga kompanitë e basteve, para kanë qenë, po që nuk i pyet asnjëri, sepse funksionon në Shqipëri, funksionon ndryshe. Në Shqipëri kur vjen puna tek parat, se çfarë do futbolli do para, sporti do para. Kur vjen puna tek parat, parat publike, taksat, gjërat, bëhet prioritar absolut ligji, ai që quhet ligji organik i buxhetit. Ti mund të bësh 10 dispozita nëpër ligje të vogla, bën Ministria e Financës në fund të vitit, bën ligjin e buxhetit, i cili ti shumëzon gjitha me zero dhe nuk. Pra, ti mund ta kesh aty në ligj, po ai nuk ta vën defter, si thoni llafi, dhe nuk bëhet. Tani, për mua nuk është çështja ke ligji. Shqipëria përgjithsisht ka pasur ligje pa folur se nuk e di se ç'po bëhet. Një për sponsorizimin, se kam ndjek debatin bile Federata e Futbollit organizoi bojkot kampionatit para 2 viteve. Po. Është pa precedente, ajo pas ka rëndësi se po flasim për këtë temë, veprim politik. Po nuk ka rëndësi kjo. Nuk është çështja tek Shqipëria ka pasur përgjithsisht ose për sponsorizimin po flisim. Çështja e sponsorizimit është ai kërkon që nëse një klub sponsorizon
një subjekt sponsorizon një klub sportiv, ajo sasia e sponsorizimit I zbritet nga tatimet. Çështja e tatimeve në Shqipëri, duke tash po flas si njëri që kam punuar në administratë setore shumë delikate, sepse ne kemi administratë fiskale jo efektive. Dhe çështja e administratës fiskale është ma kanë thënë ekspertë huaj, është si një digë e madhe. Administrata fiskale është diga që mban një liçen shumë të madh atje. Në momentin që ti hap një vërim të vogël, është shumë e vështirë ta kontrollosh. Pra, duhet eficiencë shumë e madhe e administratës fiskale që të kontrollojë ligje të tilla të sofistikuara që sepse çfarë ndodh? Ja po ta them unë që do ndodh. Ata gjysma atyre që e kërkonin atë ligjin janë biznesmen. Mos përmend emra këtu. Ata do fillojnë menjëherë që ato paratë që hedhin sot ti justifikojnë me letra, me sponsorizime, pra po I paragjykoj, po parashikoj pse ka të vështirë një administrat, një shtet ose një qeveri ose kjo qeveri që të bëj lëshime aty. Aq më tepër që jemi edhe Shqipëria është akoma në situatë me gjithë përmirësimet që kanë bërë, është stabilizuar stabilizimin e situatës financiare, prapë është në monitorim të vazhdueshëm nga FMN etj, sepse është një vend I vogël në zhvillim etj. Pra, është komplekse dhe sa të them. Mirë është që të ketë një ligj për sponsorizimin, sepse ligji për sponsorizimin të rreq biznesin në sport. Por duhet vite tek ajo tjetër, pastaj që ne nuk vuajmë për ligje asnjëherë. Ne që nga fillimi I vitit 19 kemi pas ligje Ne vuajmë për aplikimin. Ne vuajmë për institucione, law enforcement që e thon në Amerikë edhe Angli. Pra ne vuajmë për institucione të cilat janë kompetente, rigoroze, me integritet që zbatojnë ligjin. Nëse arrim këtë, pastaj mund të bësh çdo lloj gjë. Jam dakord. Shkurtimisht. Shkurt fare. Çfarë mendon për kampionatin? Është zhvillohet në këtë sistem apo Formula e kampionatit është skandaloze. E kam thënë shumë herë Mendoni kam thënë shumë. Kjo formula e kampionatit është skandaloze. Se ka disa formula të tilla, por nuk janë ngjashme. Janë vetëm 2. Ka Bullgaria, Çekia, më thënë sot. Abuzive. Më duket se jam marrë me këtë punë para 2 vitesh dhe kam harruar tani. Më duket se e ka aplikuar Rumania, e ka aplikuar Belgjika, më duket, edhe Greqia, po shiko, dy rrethana të ngjashme nuk janë. Ti nuk mund të marrësh për shembull çfarë aplikon kampionati anglez ta aplikosh këtu, sepse ke rrethana të tjera. Dhe e dyta, tu nuk u bë asnjë analizë, ajo u vendos për 5 ditë. Domethënë 5-6 ditë para se fillimit kampionatit, federata njoftoi që ke një formulë. E treta, nuk ka specialist futbolli me përshtim të atyre që kanë frikë të flasin, që thotë që kjo është një formulë shumë e mirë. Por mua ka sjell pasoja negative në futboll. Po tjetra është që megjithëse kjo do diskutohet prapë tash, por do bëjnë formulë tjetër. Po, jo, a do të kenë kampionat rregull, po do e di nga burimet sigurisht që do udhët në diskutim. Megjithatë, formula me 10, un kam qenë federat kur vendos formula me 10. Formula me 10 natyrisht që ka të metat e saj. Bile un kam qenë që edhe kategoria 2 ne kishim 2 liga, 1 dhe 2, të dyja me 10. Por diskutime, interesa, përplasje, më shumë vinë interesat e deputetëve, kryetarëve të bashkisë që luajnë rol atje se bën politikë dhe federata, por nuk ka rëndësi kjo. Po formula me 10 filloi të jepte rezultate. Pavarësisht që ka të meta, se nuk ka formulë perfekte. Filloi të jepte rezultate. Në momentin që filloi të jepte rezultate e prishën. What the fuck? Mu duket e padrejtë që ti për shembull si ta bësh, si Liverpooli është 17 pikë përpara, e shkon në finale edhe t'ja merr me një finale. Ka fusta Arsenalin dje dhe fiton në kampionatin e Arsenalit. Me Liverpoolin më kuptove shumë mirë. E fundit është drejtohu Edi Ramën ke ajo kamera. Çfarë do t'i thojsh po ta kishe përballë Edi Ramën? Për mandatin e 4. Çfarë këshille do jepshe? Shiko, ka pasur një parull shumë, ka pasur një këshilla. Këshilla s'është gjithë fjalë keqe këshilla. Këshilla është kjo që duhet të diversifikuar ekonomia. Sepse ne jemi sulur drejt, ka bërë punë të jashtëzakonshme me turizmin, me rilindjen urbane, edhe me aspekte tjera. Por jemi ekonomi që çfarë do ndodhi për shembull nesër nëse plas një luftë në Ballkan dhe turizmi bëhet zero, pra janë një ekonomi e suksesshme është një ekonomi e diversifikuar, pra që ka ashtu është pafund. Arsimi është një temë. S'di çfarë them për arsimin, është bërë një hap shumë i mirë me kjo qeveri është për të lavdruar me seleksionimin e disa universiteteve. Nuk e di si është puna, se nuk jam i sektorit, nuk e njeh, nuk kam interes në sektor që kanë mbetur janë rigoroze etj.
Por në arsim unë në nivelet e tjera, pastaj në nivelin e shkollës mesme, shkollës fillore, shoh që ka probleme shumë të mëdha. Po për mjekësinë? Duhet mjekësin, unë them që ka dash Zoti që nuk kam pasur probleme deri tani, që të shkoj të trokas. Por them që këto formulat e koncesioneve pavarësisht aspektit korruptiv, që është zbuluar dhe që po kapet disa efekteve pozitive do të këndshillë, shoh që ka investime, janë përmirësuar spitalet. Kjo është e dukshme. Nuk e di se si funksionon kjo, nuk e di se si funksionon rrethin, ne shohim Tiranën. Por ardha e spitaleve private ka përmirësuar, ka njerëz që vinë e thonë që unë vi këtu në Shqipëri dhe për 2 ditë vizitojmë, aty duhet pres 2 javë. Them drejtën, mos ma merrni me nuk jam kompetent, nuk e kam vrarë mendjen për këto gjëra, kam pasur punët e mia. Po Fatos Nano ka thënë diçka, se pavarësisht ishte person që kishte kryeministri, kishte formim politikan dhe që nganjëherë lëshonte nxirrte batuta, slogane, thoshte duhet të lëshojmë pushtet për të bërë shtet. Dhe kjo është një këshill që vlen gjithmonë, duhet interpretuar në rrethana konkrete, por është një fitore shumë e madhe që ka arritur, por që duhet ta shohim me sy kritik ndaj vetes vet. Duhet decentralizim. Shiko, centralizimi, drejtimi autoritar ka disa të mira, i sjell shpejt disa të mira. Dhe disa qeveri i duhet. Dhe pastaj fillon dhe po ta shohësh ai është një njeri i lodhur, mënyra se si ecën, mënyra se si flet duket me një që është njeri i lodhur. Si ka rezistuar gjithë vit ai di. Pse? Sepse merret me shumë çështje, merret me gjithë. Për mua duhet krijuar një sistem që të punojnë gjithë. Jo se ka gjithë nga gjithë dhe të luftoj korrupsionin. Korrupsioni është gangrena kryesore. Sepse do dhe vullnet politik korrupsioni, përveç se mekanizma. Mekanizma përveç se njeriu po spati ky vullneti që është ndërtuar një sistem që po funksionon, ka qenë një vullnet. Po ka qenë vullnet politik, por më shumë ka qenë vullneti të huajve. Duhet të jetë vullneti politik, se fillon që nga njerëzit që zgjedhin. Eduard janë për një gjë. Përmirësime janë bë, nuk kanë krahasuar me ato, por kollaj është për gjyku dhe absolutisht. Duhet ta vesh ajo që theti. Du bi iniciuos. Iniciuos se po më pyet ti se unë përgjithsisht nuk bëj komente. Jo. Sepse nuk jam duhet bëjmë në iniciuos. Problemi është që ti e merr një njerëz dhe çim besosh. Domethënë edhe është një proces, nga ku vim, ku shkojmë është proces. I kanë kaluar gjitha vendet se për ta mbyllur ne krahasohemi me Amerikën, me Anglinë, po kur e kanë filluar ato. Patjetër. Shiko. Dhe çfarë njerëzish kanë pas ato, vin prap. E vërtetë është. Po ne jemi sot, shiko, progresi që ka bërë Shqipëria, pavarësisht problemeve shumë të mëdha, edhe të Berishës që folëm, ne nuk e vëmë re, sepse kemi pritshmëri shumë të larta për jetën tonë. Dikur në qenë vitin 90 thashëm pse si jetojmë ne si francezët apo si italianët. Bravo. Por progresi është shumë i madh. Pse? Sepse është progres edhe një katastrofë apo një traumë që ndodh në ekonomi apo shoqëri apo në politikë etj, prapë është pozitive sepse regjistrohet në subkonsciencën e njerëzve. Pra sepse ne mund të jemi popull gjenetikisht i vjetër, por jemi një shtet i ri. Dhe nuk kemi kaluar situata që kanë kaluar popujt e tjerë. Pra jemi relativisht pa përvojë. Çdo gjë që ndodh, edhe në 97 që ndodhi, prapë është një kontribut. Unë them që të kthehem prapë tek Edi Rama, ka në dorë që të bëjë gjëra shumë të mira të mbetet në histori. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Edhe besoj që s'është era fundit që do vish. Shpresoj.